Ka takat doktori... Dhe myslimin nëse do të ndryj me njërë... Vjeqarë që qëndroje... A i duhet, ati që the, duhet qëndron të ditë, natë në shesh, të përbashkon të faktorin opozitar, po prapë me Saliu nuk bashkon gjithë partit politike, ti ke Adriatik Lapaj, ke Agron Shen, ke Alin Qorin, që gjithë janë front të opozitarën që se do t'i përbashkosh, me i leadership tjetër të PD-s. Po jam 100% dakord me ata që tha zoti Morizi, por mund të shtoj këtë tjetër në yllin, që se më lion, se ndërhyra Antoni, po Antoni se është me i vogël se me lion nga njerë. Po edhe i ma thjetë, nuk ka rëndësi. Ndryhet në debat. Po unë po të them që Partia Demokratike dhe Berisha ka disa muaj mos vite që thotë kjo është protesta e fundit që Ramën ne erzojmë. Edhe vinë militantët, unë njoh plot të ndryshëm, edhe njerëz që na ka bërë puna, dhe thonë, me kohë për shumë, këtë rallë, më tha mu njeri, Nikol, do të arzojmë, e ka mbaruar Rama. Po si ka mbaruar? Pasi kishte mbaruar mitingu, më tha, unë erdhe me fugon, pagova fugonin, pagova dhe militantë e fugonit, me parat e mia dhe nuk vi më. Ajde edhe i herë tjetër, më tha, kur e thiri doktor, tani nuk vi më. Pse se shgënjen njerëzit, në qose ti don të rëzosh një qeveri, që unë po them, po të ketë leadership tjetër, zoti Rakipi, PD-ja, opozita, që është i besueshëm, që kryon karizm, që kryon, misjal, elektoratin ngrije përbashkon, edhe unë një vot jam dalë në protest kundër kësaj qeverie, sepse i thonë 4 mandate qeveria. Nuk ka, zot nënë që e beson këtë punë me 4 mandate. Por ka një opozit që doktori, bile indirekt e mbanë atë Ramën në pushtet. Sa të ketë Berishën përballë, Rama është në pushtet. Ja këtu dhemi. Zotë Rakipi, edhe njëherë precisht, ndryshe që tha tela afron pak të mërtiri, që me këtë opozit, edhe njerë, me këtë mënyrë, protest, le djegit bëj qatë doje, aqë me tepër, Berisha edhe në kohën e Lulbashës, ka pasur atë Monika Kryemalli që ishte në Lesia, kishte protest me të madhe numra, apo jo? Kishte edhe ato Molotov, megjithatë edhe ishte pak edhe ishte afër pushtetit në 2021 dhe nuk fituan me Ramën. Nuk fitot dot me Ramën në këtë mënyrë. S'ka në 2019 kishte bashkë. Fal. Në 2019. Dhe Luzim Basha e para filloi një luftë, filloi një lëvizje radikale të cilën e lanë mes. Se po ta ndëshon në fund, nuk i di se do shkonte. Lëvizja Bashës ishte më e madhe se nuk është e Saliut. Absolutisht. Si do të budallëku aty. Mos e fillosh më. Fare. Po fillosh pra, po kjo është pra. Po, do të fillon, do të çosh deri në fund. O Anton, ky problemi që Berisha po bën të njëjtën gjë si Basha. Po nis një betejë që s'ka ku ta çojë. Flasim me radhë të lutem. Yes. Edhe një herë po them. E kam bindje edhe një herë po ta përsëris, që me doktor profesor Berishën, i cili ka bërë historinë e vet, nuk vjen PD-ja në pushtet. Te kam bindje. Sepse edhe një herë duhet përbashkuar faktorë opozitar, duhet leadership i ri, bile, duhet që kryetari i ri i PD-s të jetë kandidati për kryeministër, thotë që sot kandidat për kryeministër. Se faktorë opozitare kemi parë në protesta me 30 veta dalin. Jo. Faktorë opozitare ka vetëm një, sot është PD-ja. PD, po, fal, PD... Ata tjerë që mlejnë 30 veta në shesh. Anton, me PD-n dhe me Berishën e mund do të Ramën? Jo. Ti duhet një front i ri që të rëzot Ramën me 800.000 vota. Protesta nuk është që të sjellë Berishën për duhet motivuar qytetarët gri, o Nikol, se nëse si do i motivosh gri? O mislim, në protest po nxjerr antarët e partisë. 23 deri 27%, apo janë? Sa janë? 23 deri 27% elektorati, janë elektorati gri? Por nuk përkom me këta 2-3 emra që të me kanë sukses apo kanë parti se morën nga mandat. Nuk janë këta. 27%. Janë ata alianca që duhet. Po thot kush valla? Alianca bën me qytetarët, sensibilizohen qytetarët. Unë po them gjë tjetër. Protesta do qeverinë, pastaj unë po them gjë tjetër, që PD-ja edhe një herë. Forum tjetër Nikol, që mu kujtu forumi për demokracinë në 97-ën. Në 97-a është historie nga truar shumë. Ishte mbledh sot një forum politik që i bënte thirrje PD-s për të shkuar tek ta dhe do përbashkonte faktorin opozitar. Thash mu kujtu forumi për demokraci igumenit Lubojës, Kolës e Merad 97-ës. Si paragjykon ata, çat? Ti tash çdo gjë që lind do e sulmosh valla, çat? A kanë bërë gjota, a kanë vjedh ata këtë vend, siç e kanë vjedh ata liderët e partisë tënde aty, domethënë. Se kanë vjedh. Ata janë njerëz që mund t'i kritikosh sa duash. Nuk janë njerëz që bartin gjunafet e këtij 35 viteve, siç janë ata që kanë drejtuar Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike bashkë. Ai s'po gjikon njerëzit, po gjikon vizjen. Ata që bën këtë lëvizje.
Ata mund të kenë të meta si thotë. televizje kanë 12 vjet që janë kundër çdo opozitari dhe mbrojnë qeverinë Rama. Po kush e mbroj qeverinë nga ata? Ata që bën televizje. Kush nga ata e mbroj qeverinë? Unë s'kam pas një nga ata të mbroj Ramën. Kur? Po që ta luftoj ke pa? Po e kanë luftuar, po me aq sa nuk kanë luftuar ashpër, ndoshta po e kanë luftuar. Kur e ka Në çdo studio televizive. Ermal Asimin unë sa herë kam pa në studio kam pa që ka sulmuar Ramën. Ermal Asimja sa herë ka dalë në studio ka sulmuar Ramën. Unë s'kam pa kur ta mbroj, po për të sulmuar kam mund të thush që mund të jetë më i ashpër, po nuk ka natyrën, ashtu e ka natyrën. Në atë lloj gjuhë flet. Nuk flet me gjuhën e Berishës. Kjo nuk e bën atë jo opozitar. Dhe madje ai është më opozitar se Berisha që flet me gjuhë radikale, gjasë po në fakt bën pazare. Dhe për mua më mirë tjetë ajo opozitë se sa kjo, që ka 35 vjet që e zhvat këtë vend, edhe pastaj përcakton dhe kush është territori i opozitës dhe kush është jashtë opozitës. I qut gjithë ata që janë brenda opozitës sigurisht me Ramën. Opozitë nuk mund të mbrohesh, po s'ke njerëz mbrapa, o Ergys. Ti mund të kesh qef shumë dhe lindin edhe shehe, po aq po ta kanë. Unë mund mos kem, unë mos kem asnjëri mbrapa. Po unë flas valla, fjalën kam. Edhe kritikoj qeverinë. Çelësi ka valla. Po nuk mund të thush je përfaqëson opozitën, përfaqëson veten tënde kur s'ke asnjë rrok mbrapa. Ai nuk thotë që përfaqësoj opozitën më. Ai bën ftesë që palët ulet kërë një dryes. Ai tha, unë po ftoj gjithë opozitën të këtu. Ai ftoi gjithë më burr. Se parë për se opozita ka dhe numra partitë. O i ftoi partitë më valla gjithë. Ne bëjmë partitë politika numra. Që futëm nga një. A ka gjë të parlament? O Anton, ai duan të imponohen PD-s. A ka gjë të keqe që faktor opozitar jashtë Partisë Demokratike, jashtë kësaj opozitës kukull që shko bën molotove, bën pazar me Ramën. E ke ti në mendje opozitën kukull? Po kështu e konsideroj unë, mirë jashtë kësaj opozitës vërtet. PD-ja thotë që opozitës janë ata. Ata thonë opozita kukull është PD-ja. Tani do vazhdojmë me këtë bisedë. Ideja është numrat janë këto. Faktet tregojnë. Elektorati mendon. Faktet tregojnë që Rama rri pushtet për shkak të kësaj. Faktet e elektoratit si voton. Elektorati voton që opozita më e madhe është Partia Demokratike. Në numra shumë më të mëdhenj se ata. Po pastaj valla. Dhe sot kjo si jep legjitimitet për qenë ekskluzive Partia Demokratike se pas ka shumicët. Ekskluzive jo. Ka forca të tjera opozitare që kanë drejt organizohen. Mund të vëmë kushte Partisë Demokratike. Kjo mund të jetë më e madhja, po faktorë të tjerë opozitar kanë drejt organizohen të bashkohen. Dhe ky tash kur sa dalin sulmojnë këta, thënë jeni me Ramën. Çfarë bën ky? Për çfarë bën ky këtë? Sepse këtë problem, pra ne them që janë të shitur këta. Elektorati si vendos. Këta, që bën, i sulmuan partitë e reja që para zgjedhjeve dhe e defaktorizuan elektoratin gri që mund ta merrnin këto partitë e reja. Pse? Sepse Sali Berisha s'do që të lindë një opozitë e re që mund të prodhoj alternativë kundër Ramës. Dhe thotë le të marrë Rama 83 mandate, vetëm mos ketë të rinj. Një elektorat gri, voton Sali Berishën, nuk e dëgjon Sali Berishën kur i thotë që ai është Rama. Me këtë ligj zgjedhor, le të përkrahej sa doj Berisha dhe Rama. Partitë e reja mund të marrësh 100.000 vota, nuk merr dot asnjë mandat. Po kush e boni këtë ligj zgjedhor e bëri Sali Berisha pra me Ramën. Se këta bashkë e bëjnë pazarin dhe pastaj thonë që ti si je se s'të njeh ky ligj që bëra unë. Po pra. Po këta tri të virë drejtues se Ermani ka qenë këshilltar dhe Sali Berisha Ergys. Nëse Murrizi ka qenë kulak. Këshilltar ka qenë, nuk ka bot tendera me styrt, ka qenë këshilltar. Ka qenë këshilltar i dikujt që s'ngjon.